إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqen. Atë që Allahu i lartësuar ozon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje, ndërsa atë që lën në devijim dhe humbje, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta ozon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut, të vetmit të paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe ula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhrat e Tij, dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos ia lejoni vetvetes me vdekje ndryshe, përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij." Një ditë prej ditëve, dy prej tabiinëve shkojnë tek Aisha radhiyallahu anha, nëna besimtarve, bashkëshortja e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, që t'ia bëjnë disa pyetje për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e pyesin: "O nëna besimtarve, o Aisha, na trego për gjën më të habitshme që ke pa në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Dhe për ca çaste heshti nëna besimtarve mendoi për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jetë e mbushur me adhurime, me sakrifica, me bëma të mëdha, dhe ju tregoj. Tha një net për netëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu drejtua dhe më kërkoi leje. Me jep leje që sonte të vetmohem në adhurim të Allahut të lartësuar. Dhe Aisha radhiyallahu anha ju përgjigj dhe i tha: "Megjithse unë kam qef që t'jem pranë teje dhe ti t'jesh pranë meje, mirë po mua më kënaqet dhe më gëzon ajo çfarë ty të kënaqet dhe të gëzon." Dhe ngritet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merr abdes dhe fillon të falë namaz. Dhe gjatë adhurimit të Allahut të lartësuar në namaz, fillon edhe Qan aq sa fillojnë mi u lag skajet e rrobës së Tij. Dhe vazhdon me qajt aq sa i laget mjekra. Dhe vazhdon me qajt derisa i laget edhe toka ku bien në sejdë. Ky është adhurimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në momentet kur u afrua ezani i sabahit, erdhi Bilali te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pa në atë gjendje. Dhe sikur ndjeu një farloj dëmshërie për pejgamberin, se po e mundon të veten shumë, që po qante jashtë mase. Më thonë me qajt dikush sa që mi lag edhe vendi ku bjen në sejdë, mi lag mjekrën e mi lag pjesët e rrobave të Tij, nuk janë 2 pika loti. Dhe i tha: "O Rasulullah, pse po e mundon veten kaq shumë, ndërkohë që Allahu t'i ka falë ty gjunahet e kaluara të tashme, dhe të ka mbrojtur prej gjunaheve të ardhme?" Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dha atë përgjigjen, të cilën ne mbas shpesh e dëgjojmë, mirë po pak reflektojmë për saj. Dhe i tha: "E fela ekunu abdan shakura, a mos jam rob falëndërues dhe minjohës ndaj Allahut të lartësuar?" Rob falëndërues dhe minjohës ndaj Allahut të lartësuar, që më kanë nderuar me falje të gjunaheve, e me ngritje të gradave, e me begati të panumërta me të cilat Allahu i lartësuar e ka begatuar me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që edhe ne jemi të zhytur në begati. Mbase nga një herë nuk i vrejmë aq shumë që jemi të zhytur në to, e lundrojmë në to, vetëm se kur të provohemi, e kuptojmë se në çfarë begati gjendemi.
Dhe në ato momente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Aishës radiallahu anha që sonte me në zbritur disa ajete, mirë për ato i cili i lexon dhe nuk mediton për to. Cilet janë ato ajete? Janë ajetet e fundit të surës Al Imran. Thot Allah i lartësuar në Kur'an: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Këto ajete na tregojnë madhështinë e fuqisë së Allahut të lartësuar. Thot Allahu, me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka shenja, ka ajete për të zotit e mendjes, për të mençurit, ata të cilët meditojnë, kundrojnë dhe përshtatin. Dhe vazhdon Allah i lartësuar me na tregu kush janë këta të mençurit, të cilët në ndryshimin e natës dhe të ditës, në fenomenet natyrore, në krijimtarinë e Allahut të lartësuar, nuk i kalojnë kot, po ndalen dhe meditojnë, na tregon Allahu i lartësuar. Janë ata të cilët meditojnë dhe pastaj alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Janë ata të cilët e përmendin Allahun e lartësuar në këmbë, të ulur dhe të shtrirë. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dhe meditojnë rreth krijimit të qiejve dhe të tokës. Rabbana, o Zoti jon, ma khalaqta hadha batila, subhanaka, faqina adhaban nar. Nuk e ke kriju gjithë këtë krijimtari kot. O Allah, i lartësuar je ti, na ruaj neve nga dënimi i zjarrit. Rabbana, innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta. O Zot, me të vërtetë atë që e bën nga banorët e xhehenamit e ki poshtruar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Zullumçarët nuk do të kenë ndihmëtar. Rabbana, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. O Zoti jon, ne kemi dëgjuar një thirrës i cili na thirrëste për të besuar. An aminu bi rabbikum fa amanna. Që të besoni në Zotin e juaj dhe ne e besuam. Rabbana faghfir lana dhunubana. O Zot, falna gjunahet. Wa kaffir 'anna sayyiatina, dhe mbulona të metat. Wa tawaffana ma'al abrar, dhe bëna të vdesim me të devotshmit. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, dhe jepna atë çfarë na ke premtuar përmes pejgamberëve të tuaj. Wala tukhzina yawm al-qiyamah, edhe mos na turpro në ditën e kiametit. Innaka la tukhlifu al-mi'ad, me të vërtetë ti e mban premtimin dhe nuk e thyen besën. Allahu ndoshta kur ne pak para ca ditëve, sidomos në zonën tonë gjeografike, në rrafshin e Dugaçinit e në veçantë në qytetin tonë, u përballëm me ato vërshime, besimtari nuk duhet t'i kalojë këto shenja dhe këto mesazhe të Allahut të lartësuar pa u ndalur që të meditojë rreth tyre. Në krijimin e Allahut të lartësuar, në ndryshimin e gjendjeve, ka shenja për ata besimtarë, të cilët ndalen dhe meditojnë. Brenda pak orëve, brenda një nate, ai shi që vazhdoi, i solli të gjitha ato vërshime, sa që lumejt dolen nga shtretët e tyre dhe i mbuluan dhe i përmbëten çfarë kishin përpara. Në ato momente, ai besimtar që friksohej për pasurinë e tij, apo për shtëpinë e tij, apo mbas edhe për jetën e tij, e kuptonte shumë mirë që nuk ka mbrojtës dhe nuk ka rujtës për të dhe për pasurinë e tij, as kusht tjetër përveç Allahut të lartësuar. E kuptonte dhe dinte shumë mirë që nëse Allahu i lartësuar nuk e mbron, as kush nuk mund t'i dalë në mbrojtje, dhe as kush nuk mund t'i dilte në ndihmë. Kush mundet të ushtim me fuqinë e Allahut? Kush mundet mi dalë ballë ushtrisë së Allahut të lartësuar? Ata lumej që vërshonin çdo gjë çfarë kishin para tyre, besimtari e kupton në ato momente pa aftësinë e tij. E kupton nevojën e tij të skajshme për Allahun e lartësuar. E kupton pa fuqinë e tij dhe dorëzohet dhe i nështrohet Allahut të lartësuar. E besimtari kur ndalet në ato momente të vërshimeve dhe mediton për madhështinë e Allahut të lartësuar, i rritet devotshmëria në zemrën e tij. E madhron Allahun e lartësuar dhe e lut Allahun e lartësuar ta ruaj atë dhe familjen e tij, sikurse në sprova, po ashtu edhe kur është në mirëqenie. Ibn Qudama thot një fjalë të madhe, një prej dietarëve të mëdhenj. Thot, ai që gjendet në deti i ka për një drase, ku shpëtimin e ka pas Allahut të lartësuar në atë sebeb, nuk është më nevojtar, nuk ka më shumë nevojë për Allahun e lartësuar dhe për butësinë e tij,
dhe për ndihmën e tij, se sa dikush që gjendet në mesin e familjes së tij, i shpëtuar nga sprovat, pa asnjë therr në këmbë, në mirëqenie, se sa ai që gjendet në det. Pra, ne të cilët kemi shpëtuar pa u sprovuar, kemi nevojë për ndihmën e Allahut, për butësinë e tij, për kujdesin e tij ndaj nesh, sikurse ai që gjendet në deti i ka për një drase dhe shpëtimin e ka tek Allahu pastaj në sebebin e asaj drase. Andaj besimtari në këto momente të vëshimeve e shikon gjendjen e tij, e shikon raportin e tij me Allahun e Lartësuar dhe e shikon nëse ka dalë faqe bardhë dhe pa u sprovuar nga vëshimet, atëherë e falenderon Allahun e Lartësuar dhe tregohet mirënjohës ndaj tij. Mirë po, në të njëjtën kohë, kur ta falenderon Allahun e Lartësuar për këtë begati madhështore që e ka shpëtuar, e përmend njëri prej dietarëve, thotë, e kam falendëruar Allahun një herë dhe jam penduar për atë falendërim 30 vite. E ka falendëruar Allahun një herë dhe është penduar prej atij falënderimi 30 vite. Qysh? Një ditë për ditëve, thotë, ndodhi një zjarr në treg dhe dyqani im ishte në treg. Dhe erdhi një person dhe më tha, myshde se dyqani yt ka shpëtu. Myshde se dyqani yt ka shpëtu. Dhe falenderova Allahun që dyqani im shpëtoi. Mirë po, pash në zemrën time sikur nuk e ndjeva dëmshurinë dhe keqardhjen që të tjerët për rreth nesh janë sprovuar. Vini re, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që kur shpëton nga sprovat ta falenderojë Allahun e Lartësuar. Mirë po ky dietar do të na tregu që kur besimtari të shpëton nga sprovat, pjesë e përsosjes së falënderimit të tij është që kur ai vet ka shpëtuar e të tjerët janë prekur nga sprovat, të ndjejë keqardhje për ta, të lutet dhe t'ja zgjat në dorën e ndihmës me aq sa ka mundësi. Ndërsa ata të cilët janë sprovuar nga këto vëshime, në pasurinë e tyre, në shtëpitë e tyre, atëherë Allahu i Lartësuar thotë: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dhe do t'ju sprovojmë me një pjesë, me diçka prej frikës, prej urisë, në pasuritë e juaja, në jetët e juaja dhe në frytet e juaja, mirë po myshde dhe përgëzime për dërimtarët. Kush janë këta dërimtarë? Allahu i Lartësuar i ka përshkruar në Kur'an. Duke në thënë, alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ata të cilët kur goditen nga ndonjë sprovë, thojnë, ne jemi të Allahut. Dhe ne jemi pronë e Allahut. Dhe ne kthimi jon është tek Allahu i Lartësuar. Dhe këtu besimtari për të marrë këtë përgëzimin dhe këtë myshden prej Allahut të Lartësuar, në momentet kur goditet nga sprova, duhet ta thotë këtë fjalë: inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek ai është kthimi jon. Ne, dhe çdo gjë çfarë kemi, nga pasuritë tona, nga prona jon, nga familja jon, çdo gjë çfarë kemi, e ke prej Allahut të Lartësuar dhe është e Allahut të Lartësuar dhe tek ai do ta dorëzosh ti dhe gjithë ato çfarë ke. Dhe kjo ta leton që ti përballosh sprovat me të cilat goditesh. Dhe këto ta shton faktin që Allahu i Lartësuar po thotë do të sprovojmë gjatë jetës me diçka dhe jo me tërë, me ta marr komplet pasurinë, po me një pjesë të pasurisë. Mirë po, bëhu dërimtar dhe shprehe këtë fjalë madhështore të cilën Allahu i Lartësuar na ka thënë që ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi, që ta marrësh shpërblimin. Ulaika alehim salawatun min rabbihim. Këta janë ata të cilët do të kenë lavdërime prej Allahut të Lartësuar, wa rahme dhe mëshirë. Wa ulaika humul muhtadun. Vllazë ndashën, lutim Allahun e Lartësuar të na bëjë falëndërues, të na bëjë mirënjohës ndaj begativet e tij të shumta ndaj nesh. Dhe në ato momente të vëshimeve, kur besimtarët dhe njerëzit dhe besimtarët dhe qytetarët përballoheshin me ato vëshime, i ngjasojnë kur besimtari duhet të lidhet me Allahun, sikurse thirrja e Nuhit alayhi salam ndaj birit të tij. Kur i tha Nuhi birit të tij, pasi që ndërtoi anije, irkab ma'na, hyp me neve në anije që të shpëtosh. Djali i tij çfarë tha? Sa'awi ila jabal. Do shkoj në kodër dhe do shpëtoj. Nuhi çfarë i tha? Nuk qëndron çështja atë. Hyp ku dush. Shpëton ai të cilën Allahu i Lartësuar e shpëton. Dhe shpëton ai i cili Allahu i Lartësuar e ruan. Qala la asima al-yawm. Ka nuk ka mbrojtës dhe shpëtues tjetër përveç atë të cilën Allahu i Lartësuar ka mëshiruar. Dhe lutim Allahun i Lartësuar të na bëjë mirënjohës dhe falëndërues
ndaj Allahut të lartësuar si në mirëqenie, si në vështirësi. Dhe të na ruaj neve dhe pasuritë tona dhe familjet tona. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah na falenderojmë, selamat dhe selavat e qofshin për të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë të deri në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë, po thot: "El muslimu akhul muslim." Muslimani është vllai muslimanit. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Nuk i bën zullum dhe as nuk e dorëzon. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Ai i cili i dal në ndihmë vllaut të tij musliman, Allahu i lartësuar do t'i dalë në ndihmë atij. Wa man farraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu kurbatan min kurbati yawm al-qiyamah. Kush ja liron një breng, një dërt vllaut të tij besimtar, Allahu i lartësuar do t'i largon brengat në ditën e Kiametit. Wa man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Ai që mbulon temetat një vllau musliman, Allahu i lartësuar do t'i mbulon temetat e tij në ditën e Kiametit. Allahu ndoshta Partia Islame ka marrë një aksion që t'i ndalim në ndihmë vëllezërve të cilët janë prekur nga këto vëshime. Ndiku mbi 80 familje janë në nevoja emergjente, andaj kush ka mundësi të ndalë diçka nga pjesë e pasurisë së tij, apo më aq sa ka mundësi që t'i ndalim në ndihmë këtyre qytetarëve tanë, lutim Allahun e lartësuar si pjesë e falënderimit ton ndaj tij që të solidarizohemi me ta dhe t'ju dalim ndihmë aq sa kena mundësi. Allahu ju shpërbleft të gjithëve për atë që farë mund të kontriboni. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allah jepna në të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenamit. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuja'a niqmatik wa jami'i sakhatik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Dërgoni salawat për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.